diskutojmë që këtu ka një lavatrishe të madhe parash spista, po kush do na linte ne në rast se kjo do ishte vërtet që të vazhdonim me mbylljen e kapitujve të antarësinë në Bashkimin Evropian. Vetëm ideja që kjo mund të jetë vërtet do kishte stopuar çdo gjë dhe do ishim bërë targeti i gjithë institucioneve ndërkombëtare. Ndërkohë që sot risia nuk është që ka ardhur një qet nga hëna dhe po lufton këtu me korrupsionin. Risia është që sistemi ka prodhuar mekanizma të ri dhe SPAK-u është pjesë e sistemit. Dhe kjo është risia e madhe e transformimit që sistemi po lufton tani. Deri dje nuk lufton të sistemi. Deri dje nuk kishte sistemi balancat e brendshme për të garantuar imunitet. Sot lufton sistemi. Fakti dhe që u përmend tu dhe që kapen njerëz të përfshirë në një rrjet që ka mundësuar sjelljen e paras së pistë, është historik. Për çfarë? Për të treguar rritjen e nivelit të imunitetit të sistemit. Po nuk tregon që është vetëm një detaj i vogël në malin e madh të narko shtetit. Tregon që po goditet edhe korrupsioni, edhe krimi organizuar, edhe trafiqet, edhe rrjetet, po goditen, dhe natyrisht, duke qenë në sytë të gjithëve në mënyrë të vazhdueshme, perceptimi kthehet përmbys